Të nderuar anëtarë dhe anëtar të kryesisë Partisë Demokratike. Kjo mbledhje thirret në një moment jashtëzakonisht të veçantë për vendin. Në një moment në të cilin Edi Rama pas një përpjekje të jashtëzakonshme të opozitës, por e vërteta është edhe të partnerëve ndërkombëtar dhe institucioneve ndërkombëtare për zbatimin, funksionimin e shtetit ligjor, zbatimin e ligjit dhe të kushtetutës, Edi Rama haptas, hoqi çdo mask, hodhi poshtë një përpjekje të madhe për të ndihmuar Shqipërinë dhe votojnë në parlament, murin, mburojnë e korrupsionit të tij, të vjedhjeve të tij dhe përfshiu ose nën pretekst zëvendës kryeministrin Lubi Ballu. Ky akt i shëmtuar dhe i pa shembull ndonjëherë në historinë e Europës pas rënies perdes hekut, është dëshmi flagrante e inkriminimit të tij direkt në megafera korruptive. Është dëshmi flagrante se Edi Rama nuk pranon të hetohet, të gjykohet për vjedhjet e tij monstruoze. Sot në Shqipëri, por dhe jashtë vendit, fatmirësisht, nuk ka njeri që nuk e din më se Lubia është thjesht sekretarja, noterja e Edi Ramës. Dhe se çdo gjë apo se në thelb të gjithë shkallës qëndron vetë veprimtaria e tij kriminale. Në këtë përplasje të fuqishme, të pa precedent, tremujore, viktima absolute ishte pa diskutim institucioni i akuzës, ishte prokuroria speciale dhe gjykata për të cilat kryegjykatës dhe kryeprokuror pas votimit në parlament do të jetë vetëm Edi Rama. Me vendimin e parlamentit për të mbyllur mundësinë e hetimit pa imunitet
institucioni akuzës apo tentativat e tij për të funksionuar mbi bazën e ligjit jashtë kontrollit ekzekutiv marrin një goditje fatale, asgjësuese, përfundimtare. Pra, në vend që Lubi Balluku dhe bashkëpunëtorët e saj, se në fakt nuk është ajo që ka ngrënë dardha pas shpinës Ramës, por është Rama që ka ngrënë dardha. Pra, me votimin në parlament, mesazhi është shumë i qartë, se ju nuk do mund të ushtroni kërkesat ligjshme ndaj asnjë personi të lidhur me Edi Ramën pa aprovimin paraprak nga Edi Rama. Që ju për të funksionuar detyrimisht do të merrni aprovimin, përndryshe u presin 83 mandatet e krimit të gatshëm për të rrëzuar çdo kërkesë të tyre. Edi Rama ndërmori këtë veprim një aktin ekstremis për të shpëtuar lëkurën e tij. Por viktim tjetër madhore, në qoftë se Spaku ishte viktim direkte, viktim tjetër madhore e këtij akti është çdo qytetar shqiptar. I cili ka për aspirat integrimin e tij në Bashkimin Evropian. Në të vërtetë, vendimet u morën në parlament me gjithë paralajmërimin më serioz të jo një, por disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, se ato nuk mund pajtohen kurrë me një vendim të tillë. Dhe se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian jo vetëm që ndalon, por dhe mund të shpërbëhet nga alfa gjera në alfën ku ka filluar. Kur themi këtë shpërbërje, do të thotë anullim i të gjitha marrëveshjeve të firmosura me Bashkimin Evropian që nga viti 92 që është marrëveshja e parë tregtare.